Ajo që dim është si një pikë ujë në krahasim me atë që ndodh realisht. Shpesh haku nuk shkon te i Zoti, ndërkohë që njeriu i drejtë nuk merr gjithmonë atë që meriton. Dramën e një njeriu shqiptar që donte të bëjë policë e ka treguar ish deputeti Ben Blushi. Ai sot ka bërë një thirrje të hapur se do ta takojë përsëri atë djalë për të parë se si po vijon jeta e tij. Blushi, teksa kishte përpara figurat më të rëndësishme të politikës në vend, tha: "Për të treguar se sa të korruptuar jeni ju, po ju tregoj atë që më ndodhi një ditë kur po ecja në rrugë. Më ndaloi një djalë i ri, më tha: "Unë gjithmonë kam ëndërruar të bëhem polic. Jam futur në provime dhe i kam kaluar të gjitha testet me notat maksimale, por kam parë që unë kam një tatuazh në krah dhe më thanë që unë duhet ta hiqa atë tatuazh." Ai më sqaroi se nëna e tij ishte ndarë nga jeta para 2 muajsh dhe ai kishte bërë tatu portretin e mamit. Urdhri i prerë erdhi nga kreu i policisë, i cili i tha se nëse në provimin përfundimtar ai nuk do ta kishte hequr tatuazhin, do të përjashtoi automatikisht nga shkolla. I riu shkoi dhe hoqi tatuazhin e mamit, sepse tatuazhi nuk ishte etik për policinë e shtetit shqiptar, dhe provimin më pas e mori me nota maksimale. Por ai nuk fitoi, nuk u fut dot në radhët e policisë. Ai dini pse? Se një i paaft që kishte mik zuri vendin e tij, edhe pse me nota shumë të ulta. Blushi tha se kjo është fytyra hipokrite e shtetit ton, që jo vetëm nuk i jep njerëzve atë që meritojnë, por i merr edhe dinjitetin. Blushi ka bërë apel në rrjetet e tij sociale se po kërkon ta takojë përsëri djalin që hoqi tatuazhin e mamit për të ditur se si po vijon jeta e tij sot. Në një vend ku njeriu nuk merr atë që i takon, është mision i pamundur që të jetosh me dinjitet. Po ju, si mendoni, a të bën pasja një tatuazhi automatikisht jo të denjë për të shërbyer si polic? Mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.